What the fuck? Romeo dhe Heidi janë rikthyer së bashku në qendër të vëmendjes. A pra se thash janë rikthyer së bashku. Jo bashkë, thjesht në qendër të vëmendjes. Ja rikthyer, por për një çështje shumë të absurde, domethënë shkojnë ndarjes, u ndan, pse u ndan që shundan, ky thot 3 muaj, thot jo ka qenë komplikuar. Ishte shumë zhgënjyese për gjithë njerëzit, po sidomos për fansat, mënyra se si ai zgjodhi të përbalë. Po si do e lançonte median e re ai? Ashtu, bravo. Tjetër muhabet, nëse ai ka vendosur që te mediat e re ta ngrejë nëpërmjet marrëdhënies që ka pasur nëpërmjet Heidit, kjo është tjetër gjë. Heidi tha që është e komplikuar situata dhe nuk kemi ndarë me respekt, siç tha Romeo. Heidi maksimumi në poezi bën e shkreta në mënyrë artistike. Ja dedikoj poezinë te Aurela atëherë, a? Ndërsa ky shiç bën kë. Po dhe ky ka shkruar tekste këngësh, po dëgjoj. Në inboxin e faqes tonë të Instagramit WTF Show na ka shkruar një fanse e Heidi dhe na ka thënë, jo, e vërteta është kështu dhe na ka thënë disa fakte. Dhe unë e pyeta dëshironi të jeni në telefon në redaksin tonë. Nga ajo tha po, por për të qenë anonime, kështu do e quajmë Ana, vajzën dhe do e kemi Ana, si gjithmonë, është gjithmonë një Ana. Kështu që regjia na mundsoni lidhjen. Ana, dëgjon? Hi guys, si jeni juve? Mirë, faleminderit që pranove të prononcohesh për WTF Show. Tani tym direkt në temë. Heidi dhe Romeo kanë zgjatë 3 muaj apo jo sipas teje, se ju fansa duhet të dini më mirë. Tani, neve kemi humultuar shumë, jemi futur shumë thellë historisë të tyre, se normalisht i kemi pasur shumë qef kur ata kanë dalë nga Bigu dhe donim që të ecnin si çift, por ata nuk kanë zgjatur 3 muaj. Dhe unë këtë ta them me fakte, sepse Heidi e ka pasur këtë Romeon në Instagram follow për gjatë 1 viti dhe ajo i ka bërë unfollow verës tjetër. Pra si mund të ketë zgjatur 3 muaj? Po pse erdhi krisja mendon ti mes çiftit? Tani nga ato që dim neve dhe i dim të sigurta, kjo tani filloi kur Heidi prezantonte Goca dhe Gra. Pra Romeo nuk e donte? Po ka pasur atë pra bifin me Topin Romeo atëherë. Mbani mend që doli nga Bigu mërzit që nuk fitoi etj dhe që nuk vinte fare as te këto ftesat e Topit. Pra ka pas bif me Topin. Dhe normalisht nuk i pëlqente që dhe Heidi të kishte asnjë komunikim me Topin. Dhe ju duk si tradhti nga ana e Heidit që kjo pranoi të punonte për Topin. Ana, me sa informacione që ti ke, si ka qenë marrëdhënia e Heidi dhe Romeo pas daljes nga Big Brother? Në çfarë faze e quan ata marrëdhënien? Tani, kjo goca e futi në shtëpi Romeon. Pra ka qenë serioze nga ana saj, se nuk futet njeriu kot në shtëpi. Pastaj ky i vuri dhe unazën. Pavarësisht se këta tani që ne e dim të sigurt, kanë pasur shumë on and off. Pra janë darë, janë lidh. Domethënë nuk kanë qenë një marrëdhënie shumë stabil, e se kanë pasur ndarje, po jo se kjo gjëja ka zgjatur vetëm 3 muaj. Nuk e kuptoj tani si del ai dhe hedh poshtë një marrëdhënie kaq të rëndësishme. Heidi tha te wake up-i që nuk ka qenë me aq respekt ndarja. Ti e di shkakun, thuhet për shembull, mund na vej mendja se tha u gjeta në një marrëdhënie të komplikuar, në një situatë komplikuar tani. Mos ka qenë tradhti. Pra ka qenë bëhet fjalë për ndonjë tradhti, Ana. Jo, në fakt nuk ka qenë tradhti, sepse neve atë që ne di më të sigurt nga të gjitha ato variantet që u thanë nëpër media, e para njerë nuk janë ndar fare me respekt. Dhe e dyta ka qenë kështu. Heidi në ato kohë nuk e di nëse ka të bëjë me Goca dhe Gra tamam, po ka nënshkruar një kontratë me Topin. Dhe Romeo, kur e ka marrë vesh këtë gjën, është mërzitur shumë dhe janë ndarë direkte. Nuk e ka zgjatur më fare. Romeo ju duk sikur ju lëndua egoja. Edhe u ndan. Po pastaj janë kthyer prapë, edhe mbas kësaj ndarjeje. Pra kanë qenë on and off. Si që përmanda. Po, dhe kjo është e sigurt. Pra nuk ka zgjatur 3 muaj. Ju si fansa jeni të zhgënjur nga Romeo, se dhe Rudi Imzo i bëri një pyetje sa ke qenë për 2 orë ke pasur ato marrëdhënie dhe ai nuk zgjodhi të heshte edhe në këtë të themi ofendim. Batut, po.
Po, përveç se ai gënjeu pra për këto gjëra, normalisht që edhe mënyra se si ai u pa që e trajtoi Heidi nuk ishte fare normale, ishte shumë e pa respekt, sepse ne normalisht kur kemi pasur qef Heidi, kemi pasur qef shumë edhe Romeon. Dhe për neve ka qenë çifti. Tani kë keni më shumë qef, fansat e çiftit janë bërë me Heidin apo me Romeon tani Ana? Patjetër që me Heidin, sepse Heidi është treguar shumë korrekte në të gjithën këtë. Heidi nuk ka ofenduar ndonjëherë. Ky Romeo pastaj filloi I kam shi foto dhe këto. Po, ja keni fshirë e ditet, Ana, që keni pasur bashkë me Romeo dhe me Heidin? Po, sepse normalisht përderisa ky mohon një gjë që ka qenë shumë e rëndësishme për Heidin, sepse nuk është se ka qenë pak e rëndësishme, Heidi është mërzitur shumë. Ne e kemi përndjekur tani. Në rregull, Ana, mos të kalojmë në detaje për ndjekmëria, unë do falenderoj që ishe pjesë e What of a Show dhe ndave këto detaje me ne. Dhe për çdo update të çiftit duhet na mbash të updateuar. E diti linjë ku duhet telefonoj. Faleminderit Ana, pafshim. Dhe të gjithë ju si Ana që keni informacione për VIP-at se Instagrami jon. Telefononi 00800 është numri i telefonit. Na shkruani në Instagram What of a Show by Anda lesh username. Ndërkohë, tani kemi shumë gjëra për të folur apo jo? Kemi goxha, Tani shiko, unë kam përgatitur një listë me top 5 koncertet më të mëdha dhe më të suksesshme që artistët shqiptar kanë bërë. Po, se ka ardhur kjo koha e eventeve tani. Ka ardhur koha e eventeve dhe duket sikur kanë hequr dorë nga klubet artistët shqiptar dhe po fokusohen në koncerte shumë të mëdha në stadiume. Disa që kanë standarde të larta. Në vendin e 5 unë kam vendosur Ylli Limanin për shkak se ai ka bërë një tur shumë të suksesshëm në Prizren, më pas në Maqedoni të Veriut ku ishte edhe koncerti më i shitur për atë vend dhe tashmë ka kaluar ndërkombëtarisht. Vlen të theksohet që Ylli ka qenë një ndër artistët që i kanë ndërprer performancat në klabe. Po, nuk do dalim më në klabe, do bëj vetëm kështu gjëra madhore. Dhe ka lezet. I shkon Ylli. Në vendin e 4 kemi vendosur Capital Teen, sepse në fakt ishte i pari ai që e lançoi këtë të bëri Time Capsule ishte ai. Dhe ka qenë në fakt goxha e suksesshme, saqë pas Prishtinës ishte dhe Tirana. Madje një fun fact, ndjes një fun fact është që Kapitali ka pasur atëherë një përplasje me Taigën. Për skenën. Për skenën dhe ishte për fakt që Taiga kishte kopjuar Kapitalin, dhe Taiga i tha pastaj great mind thinks alike. Super. Në vendin e 3 kemi vendosur Noizin me koncertin e tij Alpha Show. Që e ka bërë disa herë. E ka bërë disa herë, 2 herët e para e ka bërë te sheshi Nën Tereza, më pas në stadium, më pas në Athinë. Jo të gjitha kanë qenë shumë të suksesshme të themi. Por vlen të duhet trokitet për iniciativë. Po, patjetër, se sa do ta bësh katër gjë. Po, shumë gjë e madhe. Në vendin e 2 është Alban Skëndera. Me turin e tij Motiv e ka bërë në Shqipëri, shkoi në Londër, shkoi në Milano, tashmë sapo ka bërë dhe në Athinë. I madh është Albani. Sold out kudo. Nuk e di domethënë ai artist është artist me atë madhe. Jam i sigurt ai me një bluzë, t-shirt dhe me një kitare të dalë mbush stadiumin. Po ky është artisti në fund të ditës. Kush është vend parë tani? Në vend të parë tani është ajo artistja dhe kjo me atë madhe shumë. Por që i fillon emri me kjo ka një jetë të madhe. Elvana Gjata është në vend të parë dhe jo pa një arsye, sepse vërtet ka bërë vetëm në Tiranë, në Gjermani dhe tashmë së fundmit do ketë koncertin e Milano. Po, e gjithë skena, të gjitha performanca, visuals, artistët e ftuar, kërcimi, në detaje. Dhe një fakt interesant është që dhe Albani dhe Elvana kanë shitur rreth 20.000 bileta në stadiumin Air Albania. Dhe me një llogari kështu fare të thjeshtë, nga 40.000 lekë bileta e mora atë time. Sa doli më shaq. 800.000 euro. Shikoj se ka shpenzime dhe të marrësh stadiumin në qira ka shpenzime, jo me gjërat e tjera. Nuk është e pakë që nga një stadium me 25.000 veta në mos gaboj, të 20.000 veta t'i kesh spektator, kështu që... Po gjithsesi, përveç se kanë bërë lek më i motor këta të tanët, e dikush ka bërë lek tjetër, është një nga aktoret më të dashura është internacionale, nuk është shqiptare për fat të keq, Zendaya në 2026 supozohet të bëj pafund lek, sepse ka goxha filma që do të dalin në transmetim. Dhe ai që pritet të jetë i pari është në drama me Robert Pattinson që del në 3 prill dhe ajo për këtë rol është paguar $6 million. Mor zot. Nuk e di se sa familje rinë
ju me Euphoria. Po, me si pa pre sezonin e tretë. Euphoria sezoni i 3 që do dali në 12 prill, aty është paguar $8 million. E të mërshme. Dhe çfarë bën aty ditë gjyra me bicikletë dhe me një valizhe. E kupton? Ndërkohë, The Odyssey është një film tjetër, që do të jetë në 17 korrik, është një film nga Christopher Nolan, është $5 million. Aty do të luaj. Kalon të tjetër. Luaj Athinën. Kemi Spider-Man Brave New World, që për këtë rol ajo është paguar $11 million. Do luaj me burrin, pra është paguar më shumë. Ndërkohë burri vet do marrë $25 million. E sigurun jetën këta për një tre breza. Duke bërë fresh për Spider-Manin. Mirë, po dhe në total Zendaya në 2026 do të marrë $30 million. Mërzo. Që me lekë shqiptare, me kursin e sotshëm, për të dashur miqë e mikesha, është 2.82 miliard lekë të reja. Tani, urdhë, Rrim në flasin për Brikenën dhe Mateon që nuk janë puth. Urdhë. Nuk e di 30 milion Sa e për patretë është kjo jetë, të rrim të merremi me ata të dy që s'ka ndërmend kur të puthen. E Zendaya është Zendaya, Mateo është Mateo. Unë them që ata do puthen kur të hapet televotimi për finalistin e parë. Atëherë them, puthjet do jetë puthje shumë franceze. Jo, ata po e shtyn atë puthje, nuk e di po ruaj në një rast feste apo ruaj në një Jo ata, ajo. Vetëm ajo, se Brikena i shkret do. Sa i shkreti, po mirë që s'po i ullet kjo, aman puth. Aman se Mateos po pikon djersa për ta puth. Por ne ju kemi pyetur juve në Instagram për arsye që pse Brikena nuk po e puth. Dhe disa nga përgjigjet e para që mua më tronditi është sepse ka tjetrin një. Ua, zemra shumë shokuese. Është nga teoritë që Nuk e urisim fare. Dhe se do finalen dhe lë asin në mëng. Pra do finalen dhe lë si as në mëng. Si fatosi që ka fatosi me fake. Ndërkohë tjetër, mendoj që po e ruajnë për një moment të caktuar të lojës ose në një nominim të vështirë. Dhe dikush ka thënë për të martën, duke qenë se është në televotim bashkë me Stenaldo. Kështu që ka goxha të. Po kush rrezikohet në ato dy, nga Stenaldo dhe Mateo? Po Stenaldo. Nëse më pyet mua rrezikon Stenaldo. Po ka rënë loja Stenaldos, pra nuk po bën asgjë tjetër përveç se të rrin afër me malin. Nuk ka pas ndonjëherë lojë do thoja unë. Nuk ka pasur një kulm Stenaldo. Stenaldo ka qenë ai saktë i zgjuar, ai i lexuar. Edhe pak si ChatGPT me gjithë respektin, po flet pak. Dhe nëse do pyesim popullin, Stenaldo me 70% të votave dhe konkretisht me 121 vota. Ne kemi bërë një sondazh në faqen tonë të Instagramit në WTF Show by Andale që ju duhet na bëni follow se kush do dali Mateo apo Stenaldo dhe Stenaldo ka dalë me 121 vota. Të thonë shumica dhe mendoj që bëri zgjedhje të duhur Rogerti që vendosi këto dy në nominim, nëse do ishte aq lojtar i fortë, mendoja që duhet vendoste Juela me Brikenën që ti vendose përballë, po e dinte që Juela do ditë. Është shumë e rrezikuar Juela dhe realisht është bërë shumë e lodhshme kjo pjesa e zarfave të zinë dhe se sa viktimë është Juela. E sa viktimë është donte të nxirrte edhe Selinën me zarf zi. Po ajo të nxjerri veten një herë me zarf zi se e ka bërë veten ja 1 milion herë për të dalë me zarf të zi dhe ende nuk po e nxjerrin, pra duket sikur Rogerti dhe Juela do falen për çdo gjë që do thonë dhe do bëjnë brenda asaj shtëpie. Juela duhet t'ju thoj shumë faleminderit atij Rogerti që po e mban në sqetull, po përpara Juelës ka shumë të tjerë që mund të dalin me zarf. Por ne prapë këtu do jemi dhe do i diskutojmë gjitha. Të mërkurën është live i tjetër në orën 6 dhe të premte në orën 8 si gjithmonë me WTF Show. Dhe mos harroni të na bëni subscribe për njerëz të nderuar. Tu është butoni kuqës se i zi. Na bëni subscribe. Është shumë e rëndësishme të na bëni subscribe që të merrni update-et tona më të fundit. Shihemi. Pafshim. Ándale.